Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, të mëshiruesit, të falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Pa humbur kohë, inshallah taala, do të vazhdojmë sot me porositë dhe amanetet, si më thënë kështu, që imami i madh, Imam Ebu Hanifja, Zoti e mëshiroft dhe në bashkoft me të në xhenet, jep për nxënësin e tij, le të themi më të madh, që do të ishte edhe më vonë, si më thënë, kryetari i gjykatës dhe përcaktuesi i gjykatësve për breza në khilafetin Islam, nxënësit e tij Ebu Jusufit. Dhe ne pam dallimin mes mënyrës se si drejtohej nxënësit tjetër, i cili shihte tek ai prirjen e dijes dhe të diturisë, dhe mënyrës se si ndryshon këshilla e tij dhe porositë e tij në raport me nxënësin tjetër që është Ebu Jusufi rahimahullah. Zoti i mëshiroft dhe na bashkoft me ta në xhenet. Atëherë jemi pra tek këto porositë që imami i madh, imami Ebu Hanife, po jep nxënësit e tij Ebu Jusufit, tek i cili shihte mprejtësinë dhe shihte tek ai, si më thënë, referimin dhe, si më thënë, lexonte tek ai një të ardhmen ndryshe në krahasim me çfarë shihte tek të tjerët. Ndër të tjera i thot: "Wala tattabi' an-nasa fi khatayahum, bal ittabi' fi sawabihim." Mos i ndiq njerëzit në gabimet e tyre, pra mos rrit duke gjërmuar gabimet e njerëzve, po ndiqi njerëzit në të saktat e tyre, pra kur ja qellojnë. Pra, subhanallah, ne në jetë me njerëzit kemi shumë gjëra që na bashkojnë. Këto i lejmanësh. Dhe merremi me gjërat që na ndajnë, ndërkohë që këto janë shumë pak në krahasim me gjërat që na bashkojnë. Edhe ai thotë, mos u merr me këto gjërat, po merru me pjesën e mirë të njerëzve. Sepse edhe ti vetë nuk shpëton dot. Nëse dikush do të shihte ty, do të gjente tek ti gabime dhe tmeta. Thot: "Wa idha arafta insanan bish-sharri fala tadhkurhu bihi, bal utlub minhu khayran fadhkurhu bihi." Subhanallah. Nëse njëri thotë është i njohur për keq, mos e përmend me të keqen e tij, po kërkoj që të bëj një të mirë dhe përmeni këtë të mirë gjithmonë. Subhanallah. Illa fi babid din, përveç se nëse e ka problemin në fe dhe në besim, dhe njerëzit mund të mashtrohen me fen dhe me besimin e tij. Fe innaka in arafta fi dinihi dhalika fadhkurhu linnas kay la yattabi'uhu wa yahdharuhu. Nëse shes ai në besimin e tij ka diçka të gabuar dhe njerëzit mund ta ndjekin në këtë gabim, atëherë këtë gabim bëhet të deklaruar, që njerëzit mos të bijnë në të keqen apo në gabimin e tij. "Walladhi tara minhu al-khalala fi ad-din fadhkur dhalika wa la tubali min jahihi." Nëse shet se dikush ka mangësi në punët e fesë, tregoj atij, këshilloje, përmendja, dhe mos të interesoj se çfarë pozicioni, çfarë pozite ka. Fa inna Allah ta'ala mu'inuka wa nasiruka wa nasiru ad-din. Se Allah do të ndihmoj e do të japi forcë dhe do të ngrejë dhe lartësoj fen dhe besimin e tij. Fa in fa'alta dhalika marratan ahabuka wa lam yatajasar ahadun ala idhari al-bid'ati fi ad-din. Nëse ti vepron në këtë lloj forme, njerëzit do të kenë
do të shohin, domethënë, dhe do të kenë, si më thënë, në konsiderat, dhe nuk do të mundet dikush të shfaqë bidatet në fen prezencën tënde. وإذا أريد من سلطانك ما يوافق العلم فاذكر ذلك مع طاعتك إياه. Nëse shes se udhëheqësi ecën me dije, atëherë këtë përmende dhe shpreh bindjen ndaj pushtetit të tij. Dhe nëse sheh tek ai diçka që nuk përputhet me diturinë, atëherë tregoja atij vendin. Pra me kuptimin tregoj se kjo nuk është e duhura dhe nuk është e saktë. Nëse ti vepron në këtë formë, s'po lexoj shqip, që mos të marrë kohën, atëherë thot vendi jot dhe pozita jote në syt e popullit do të jetë shumë e fortë, po edhe në syt e udhëheqësit tënd. Pra edhe ai pavarësisht se mund ta marrë me rezerva në fillim fare kritikën, po edhe ai në vetvete pastaj do të vlerësojë. Mundohu që të jesh vazhdimisht ndër ata që urtojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Nëse ndodh që futesh në shtëpinë e tij i vetëm, mundohu ta këshillosh dhe nëse ka bidate në fenë e tij, debato me të. Pra si më thonë, mos i bëj lajka, mos më thonë çfarë është për të këshilloje. Nëse ka bidate, do më thonë, mundohu të largosh. Nëse të ndodh që je vetëm për vetëm me të, me udhëheqësin, bëhet fjalë me halifën, kujtoje atij nga libri i Zotit dhe kujtoje atij nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e pranon, kjo është gjëja më e mirë. E nëse nuk e pranon, pra fjalën e Zotit dhe fjalën e pejgamberit, këshillën nëpërmjet Kuranit dhe Sunetit, lutju Zotit të të ruaj prej tij. Pra s'ka hajër në të. Nuk ka hajër në të. Wadhkur al-mauta wastaghfir lil-ustadhi wa man akhadhta anhum al-ilm wa dawim ala at-tilawa. Kujtoje sa më shpesh vdekjen. Kërkoj falje Zotit për vete dhe për mësuesit e tu dhe nga ata dhe për ata nga të cilët ke marrë dijen. Dhe mos hiq dorë nga leximi, ji i vazhdueshëm në lexim. Wa akthir min ziyarati al-qubur. Dhe vizitoj varrezat shpesh. Dhe të profesorëve të tu nëse kanë ndruar jetë përpara teje. وأقبل من العامة ما يعرضون عليك من رؤياهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي رؤيا الصالحين. Dëgjoj njerëzit kur të tregojnë ëndra që e kanë parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose njerëzit e mirë. Pra dëgjoj sepse njerëzit që kanë parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duhet të kuptojnë dhe mesazhin mas kësaj ëndre. ولا تجالس أحد من أهل الأهواء إلا على سبيل الدعوة إلى الدين. Mos rri me njerëzit të cilët janë të devijuar, përveç se nëse po i fton tek e vërteta dhe tek e drejta. Pse? Është ndalesa këtu, sepse njerëzit nuk e dallojnë për çfarë janë. Dhe mund ta marrin si okay apo si të mirëqen, pastaj mund ta marrin si shembull. Wala tukthir al-la'iba wash-shatm. As mos loz shumë, as mos ofendo, mos shaj. وإذا أذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد كي لا تتقدم عليك العامة.
Nëse thirret ezanit, ti je I pari që futesh në xhami që mos të futet populli përpara teje. Pra, ajeti lideri, shembulli, pse duhet futen njerëzit para teje në xhami? Wala tattakhidh daraka fi jiwari sultan, mos blej shtëpi afër pushtetarit. وما رأيت على جارك فاستره عليه فإنه أمانة. Nëse shet diçka për komshiut, dobësi, problem, thot mbaja të fshehtë, sepse është amanet. Wala tudhir asrar an-nas, dhe mos I trego sekretet e njerëzve. ومن استشارك في شيء فأشر عليه بما تعلم أنه يقربك إلى الله. Nëse dikush kërkon konsulencë prej teje, jepja konsulencën në bazë të asaj që ti mendon se po afrohesh me Allahun. Dikush mund të kërkoj konsulencë për punë të keqe. Mos bëj burrin e mirë të I dhon konsulencë. Menoje, kjo gjë që unë do I them këtij, më afron me Allahun apo jo? Për shembull, të pyet ai, cila është banka më e mirë, cila nga bankat e ka përqindjen më të lartë, dhe ti të bë këshilltarin. Kjo lloj këshille nuk të afron me Allahun, kjo të largon prej Allahut edhe ty. Për shembull, واقبل وصيتي هذه فإنك تنتفع بها في أولاك وآخرتك. Nëse do të ndjekësh këto këshilla që të kam dhënë, do të bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër, inshallah, me shpresë Zotit. Wa iyyaka wal bukhla fa innahu yubghadu bihi al-mar'u. Ruaje veten nga kopracia, se me kopraci njerëzit urrehen. Pra mos bëj koprac, se kopraci nuk e do njëri, po I thot. Wala taku tamma'an wala kadhaban wala sahib at-takhlid. Mos u bëj tafmaqar, mos u bëj lakmimtar, mos u bëj gënjeshtar dhe mos I përzi gjërat. Bel ihfaz muru'ataka fi al-umuri kulliha. Ruaje dinjitetin tënd në çdo fushë të jetës. Walbis min ath-thiyab al-bayd fi al-ahwal kulliha. Vishu me të bardha në çdo lloj situate. Pasi e bardha nuk kupton pastërtim, nuk kupton, domethënë, edhe ndikimin që ka tek njeriu e kështu me radhë. Po edhe që ka qenë, si më thon, rroba ngjyra më e pëlqyer tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po edhe që si më thon, ruan shumë, tregon higjienën e njeriu, pastërtinë e tij. واظهر غنى القلب مظهرا من نفسك قلة الحرص والرغبة في الدنيا. Shprehe pasurinë e zemrës dhe të shpirtit dhe trego se nuk të intereson kjo botë me sjelljet e tua. واظهر من نفسك الغنى ولا تظهر الفقر وإن كنت فقيرا. Tregohu I pasur, edhe nëse nuk je I pasur. Pse? Cili është kuptimi I kësaj? Pra me kuptimin se njerëzit kanë qef me të pa, domethënë, të lodhur nga jeta. Edhe njerëzit vlerësojnë në sajt paraqitjes. Nuk vlerësojnë në bazë të dijes, derisa ta mori vesh ai çfarë dije ke ti, ke shku në rresht 18. Plus që është më dinjitoze për njeriu. Kur shfaqet njeriu si I varfër, thon sikur po pret diçka për njerëzve. Kurse kur shfaqet si zotni, pra në kuptimin dinjitoz,
mundohet të eci vetë një jetë pa pas nevojë me pa majtas apo djathtas. Wa kun dha himmetin fa inna man da'ufat himmatuhu da'ufat manzilatuhu. Ki, si më thënë, objektiv, ki synime dhe objektivat të larta, se kujt i bien objektivat, kujt i ulen synimet apo objektivat, bie dhe vlera e tij. Pra si më thonë gjithmonë syno më të mirën, syno më të lartën. Se po fillove me ra nga synimi, bie dhe mundi jot dhe djersa jot. Fillove bie nga të gjitha. Pra çdo gjë varet nga se çfarë synon njeriu nga jeta e tij. Momenti që synon lart, edhe lodhja e tij dhe përpjekja e tij do të jetë në maksimum. Momenti që synon diçka të ulët, atëherë dhe lodhja e tij dhe përpjekja e tij do të jetë e ulët. Wa idha mashayta fi at-tariqi fala taltafit yaminan wala shimalan bal dawi min nadhara ila al-ard. Nëse ecën rrugës, mos shiko as majtas as djathtas, po shikon tokë. Interesante, ha? Shif punën tatë, se më thonë s'ke nevojë pse وإذا دخلت الحمام فلا تسوي الناس في الأجرة الحمام والمجلس بل ارجح على ما تعطي العامة لتظهر مروءتك بينهم فيعظمونك. Nëse futesh në hamam, ç'është është hamami? Banjo e përgjithshme. Jo me kuptimin e banjos halës, po me kuptimin e ujit që laheshin, siç ka pas Tirana për shembull, kur është themelu për herë të parë, xhami, furr buke dhe hamam. Mos u sill si të tjerët. Pra mos rrim me stres në ult, po mundohu të jesh më i dallueshëm, si më thënë. Dhe jip atyre që shërbejnë më shumë se të tjerët, se kështu e ru dignitetin tënd. ولا تسلم الامتعة إلى الحائك وسائر الصناع بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك. Mos i dorëzo rrobat e tua ose gjërat e tua të punës tënde tek njerëzit e rëndomt, po merr një njeri i cili kujdeset për gjërat e tua. ولا تماكس بالحبات والدوانيق ولا تزن بالدرهم بل اعتمد على غيرك. Mos u merr ti me detajet e punëve. Lër të tjerët të merren me to dhe ka përmend situatë. وحقر الدنيا المحقرة عند أهل العلم فإنما عند الله خير منها. Zhvlerësoje dynjan, se kështu veprojnë dietarët, pra konsiderohet si të pavlerë, se ajo që është e Zotit është më e rëndësishme dhe më e mirë. وولي أمورك غيرك ليمكنك من الإقبال على العلم فإن ذلك أحفظ لحاجتك. Le t'i bëjnë të tjerët punët e tua në mënyrë që ti të jesh i lirë për kërkimin e diturisë dhe për bërjen e punës detyrës më së miri. Pra thash Imam Ebu Hanife tek Ebu Jusufi po shet diçka tjetër, nuk po e trajton si atë të parin. وإياك أن تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلم. Mos u merr me të çmendurit. Pra larg budallëve po I thot. As mos debato me ata që nuk dinë të bëjnë debat prej dietarëve. A me vërtet mund të jetë I ditur dhe dietar, po nuk e ka aftësinë e debat. Mos u merr me të. Se të harxho kohën. As mos debato me ata të cilët kërkojnë që të fitojnë pozitë nëpërmjet debatit. As mos u merr me ata të cilët rrinë vetëm duke përmend çështje mbas çështje
që të vejnë të marrin vëmendjen e njerëzve. Ata nuk e kanë hallin tek ti, po e kanë hallin tek pozita e vetes vet. Nëse futesh u idha dakhalta ala qawmin kibarin fala tarfa alehim ma lam yarfa'u. Nëse futesh tek, si më thon, tek një bashkësi ose një mezhlis që janë njerëz të ngritur, mos e mbaj veten lart tyre, përderisa ata nuk po t'japin vlerësimin e duhur. Përndryshe do të dëmtojnë. Pra mos i ti ai që, si më thon, imponon autoritet. Lëre mezhlisin, lëre takimin, lëre të folmen që të kuptohet se kush je, sepse mund të futesh tek njerëz që nuk njohin se kush je, atëherë mos e mbaj veten, po i thot. Po lëre të zhvillohet biseda dhe takimet dhe të kuptojnë njerëzit se kush je. Pra mos e impono respektin ose autoritetin. وإذا كنت في قوم فلا تتقدم عليهم في الصلاة ما لم يقدموك على وجه التعظيم. Nëse je në një popull, pra nëse je në një grup njerëzish, mos hy imam përderisa nuk po të fusin ata imam për shkak të vlerësimit. ولا تدخل الحمام وقت الظهيرة والغداة. Mos u fut në hamam në kohën e drekës dhe të masdrekës. Pse? Nga që është kohë që më shumë t'i futeshin njerëzit. Se më thonë gjej kohë që s'ka shumë njerëz, se nuk është ndonjë punë e lavdrume, kjo punë. Ti tani mos u çudit se s'ka pas, se është sot sistemi. Mos prezanto në vendet ku bëhen debate. Se kur po i thot s'ke nevojë. As mos prezanton në vendet ku bëhet padrejtësi. Sidomos kur është pushtetari ai i cili po e bën padrejtësinë. Sepse njerëzit mendojnë se edhe ti je në një mendje me të. وإياك والغضب في مجلس العلم. Mos u nxe kur jep diturinë. ولا تقص على العامة فإن القاس لابد له أن يكذب. E mos rrit të tregu historinë në popull, se ai që merret me tregime historisë patjetër që do të shpiki histori nga vetja vet. Nëse dëshiron të prezantosh në një nga mezhliset e njerëzve të dijes, shko dhe prezanto ashtu siç i ka hije nxënësit të ulet përpara atij që jep diturinë. Nëse e sheh sa ai është i duhuri për dhënien e diturisë, atëherë mbështete. E nëse nuk është i dituri, nëse nuk është i duhuri, këshilloje që nuk është për këtë punë. ولا تقعد ليدرس الآخر بين يديك بل اترك عنده من أصحابك ليخبروك بكيفية كلامه وكمية علمه. Mos i jep mësim çdo kujt që vjen të marrë mësim tek ti, derisa të kalojë një provim tek shokët e tu se çfarë aftësish ka ai dhe të dish se çfarë t'i japësh dhe si ta trajtosh. Mos prezanton në çdo vend, i thot, mos prezanton çdo vend ku bëhet vazë dhe këshillohet, sepse prezenca jote është një lloj rekomandimi për atë që po flet.
e njerëzit nuk din bëjnë dallim, po çon në këto takime shokët e tu. Njerëzit e tu të afërt shkojnë, dhe të prezantojnë, po ti jo dhe. Lëri çështjet e nikahut tek khatibët, tek këta ligjëruesit e krahinës tënde, dhe çështjet e xhenazëve dhe çështjet e bajramit. Pse? Sepse i bjerë me harxhu shumë kohë. Ebu Hanifja nuk shifte ke Ebu Jusufi këtë lloj, si me thënë, angazhimi. Shifte tek Ebu Jusufi diçka tjetër. Po kështu dhe xhenazët. Merresh me xhenazët, do të thonë tikën dita. Po Ebu Hanifja nuk shifte tek Ebu Jusufi njeriu që ik dita me xhenazët. Po kështu dhe çështja e bajramit. Thot wala tansani min salih duaik, e mos marro mua nga lutjet e tu të mira. Waqbal hadhihi al-maw'idha minni fa inma usika li maslahatika wa maslahati al-muslimin. Pranoje këtë këshill që po të jap, se e kam për të mirën tënde dhe për të mirën e muslimanëve. Kjo është këshilla që Imami Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala jep Ebu Jusufit rahimahullahu ta'ala. Faktikisht kemi edhe ca këshilla shumë interesante që Imam Ebu Hanife jep nxënësve të tij, e di që janë pak të lodhshme, po janë interesante, pra janë gjëra që nuk i gjen. Janë gjëra që nuk i gjen, as nuk janë përkthyera në gjuhën shqipe. Atëherë morën porosin për nxënësin e tij Khalid Semti, që shihte tek ai dijen dhe diturinë, morën porosin që i dha Ebu Jusufit, që shihte tek ai prehtësinë dhe aftësinë për gjykuar mes njerëzve. Dhe tani do të ndalim tek porosia që Ebu Jusufi, Ebu Hanifja rahimahullahu ta'ala jep një grupi nxënësve të tij, nuk e di a kena marrë këtë apo jo. Tregon vetë Ebu Jusufi, thot, ishim thot një ditë me Ebu Hanife në një ditë shiu. Me ne ishte Daud at-Tai, Waqi' ibn al-Jarrah, وعافية الأودي والقاسم ابن معن وحفص ابن غياث ومالك ابن مغول وزفر ابن هرديل e të tjerë prej nxënësve të tij. Ai na tha, kush? Ebu Hanifja, antum masaru qalbi, ju ma gëzoni zemrën, wa xhalau huzni, më largoni mërzitjen, wa qad astajtu lakum al-fiqh wa aljamtuhu, wa kam zbërthyer fiqhun dhe wa kam dhënë, si më thonë, frenat e tij në dorë. Feidha shi'tum farkabu, nëse dëshironi shpërndahuni, pra me kaq sa keni marrë deri më sot, jeni fiks për të shpërndarë, për ta dhënë këtë dituri. Wa qad taraktu an-nasa yata'una a'qabakum yaltamisun alfadhakum. Ju kam dhënë fikun në atë formë që njerëzit do të ndërmarrin udhëtime drejt jush për të marrë për jush këtë dije. وذلك لكم الرقاب وما كان من أحد منكم إلا هو ويصلح للقضاء. Të gjithë dhe juve, thot, ju shoh se jeni të aftë për të dalë gjykatës. Fa es'alukum billahi ta'ala. Ju kërkoj juve me emrin e Zotit të madhëruar. Wa ma wahaba lakum min jalalati al-ilm. Dhe me atë që Zoti ju ka dhënë për madhështisë së dijes, an tasunu al-ilma an adh-dhul. Ta largoni, ta ruani, ta mbroni diturinë nga poshtrimi.
فإن بلي منكم رجل بالدخول في القضاء فعلم من نفسه خربة سترها الله على العباد لم يجز قضاؤه ولم يطلب له رزقه وإن كان سريرته مثل علانته جاز قضاؤه وطاب رزقه. Nëse ndonjëri për jush do të bëhet gjykatës dhe ai din në veten e tij diçka të keqe, por që Zoti ja ka fshehtë dhe njerëzit nuk ja din, nuk ja lejoj atij që të bëhet gjykatës, sepse, si më thonë, nuk do të ketë hajër prej tij. E nëse e mendshme e tij është si e jashtme e tij, pra s'ka probleme me veten e tij, atëherë thotë le të bëhet gjykatës edhe ka për të pas hajër prej tij. فإن لجأته الضرورة إلى الدخول فيه فلا يجعلن بينه وبين الناس حجابا. Nëse dikush do të jetë gjykatës, mos të vër mes tij dhe njerëzve, si më thon, roje ose si thon bawab, kështu që, domethënë do të kalosh herë tek, ja bodyguard është ai qytetërum. Po, pra mos lër njerëzit të futen, kush ketë nevojë më u fut tek ti të futet, sepse ka qenë koncepti i gjykimit më i thjeshtë në atë kohë. Wal yusalli salawat al-khams fi al-jawami. Duhet i fali 5 vaktet në xhamia. Gjykatësi. Pra, mos të ketë pengesë mes tij dhe njerëzve, kush ka nevojë hall siklet duhet ta takojë vetë gjykatësin. Ti fali 5 vaktet në xhamia. Wal yunadi inda kulli salatin man lahu haja. Dhe mas çdo namazi duhet çohet në kom dhe thot, kush ka në hall? Kush ka në siklet? وإذا صلى صلاة العشاء الأخيرة نادى ثلاثة أصوات هل لأحد حاجة ثم يدخل منزله. Ndërsa mas namazit jacis, këtë thirrje duhet ta përsërisi 3 herë, a ka ndonjë që ka në hall apo në siklet? Nëse ka, ti përgjigjet, nëse nuk ka, le të shkojë në shtëpinë e tij. E nëse smuret dhe s'ka mundësi të ulet më për të gjykuar, atëherë nuk duhet marri më rrogë si gjykatës. وإن أذنب ذنبا بينه وبين الناس أقام عليه أقرب القضاة إليه وإذا أذنب ذنبا بينه وبين الله تعالى استوجب به الحد درى عنه الحد لأنه أولى بإقامته. Nëse bën ndonjë shkelje, atëherë gjykimin për të duhet ta bëjë gjykatësi më i afërt në atë zonë. E nëse e bën një gabim, por që është mes tij dhe Zotit, atëherë duhet pendohet. Këshilla e Abu Hanifës rahimahullahu taala për nxënësin e tij Abu Isma. Tregon Nuh ibn Abi Maryam thot, e pyetësha vazhdimisht Abu Hanifën për kuptimet e haditheve dhe vazhdimisht mi komentonte. Gjithashtu e pyetësha për çështjet e ndërlikuara që njerëzit zakonisht nuk e pyeshin dhe më përgjigjej, dhe e pyesha për çështjet e gjykimit dhe gjykatës dhe më përgjigjej. Një ditë më tha, ja Nuh, innaka satawalla al-qada. O Nuh, ti ke për të marrë përgjegjësinë e gjykatësit. فلما رجعت إلى المرو لم ألبث إلا قليلا حتى ابتليت بالقضاء. Me të vërtetë, kur u ktheva në vendin tim, Merv, më caktuan gjykatës. فكتبت إليه كتابا أعلمه بذلك. I çova një letër dhe i njoftova që jam emëruar gjykatës. Wa atadhir ilayhi. Dhe i kërkova falje se nuk mund shkoja tek ai.
pra thjesht që i çova letrën. Më shkruajti, thot Ebu Hanifja, letrën e më poshtme. Kundër të tjera thoshte: Min Ebi Hanifete ila Ebi Ismete emma ba'd. Letër nga Ebu Hanifja për Ebu Ismen e në vijim. Faqad warada aleje kitabuke, sapo e kam marrë letrën tënde, waqaftu ala ma fihi, dhe e lexova atë me vëmendje, waqad qullit emaneten adhimeten ya'juzu anha al-kibaru min an-nas. Ke marrë përsipër një amanet të madh që burrat e mëdhenj e kanë të rëndë. Wa anta kal ghariqi, ti je si ai që po mytet me këtë përgjegjësi që ke marrë. Fatlub li nafsika makhrajan, prandaj mundohu që të kesh gjithmonë rrugdalje. Wa alayka bi taqwa Allah, përksoj Allahut. Fa innaha qawamul amr, qawamul umur, sepse mbi të ngrihet gjithçka. Wal khalasu fil ma'ad, mbi frikën ndaj Zotit është dëshpëtimi në botën tjetër. Wan najatu min kulli baliyatin, dhe me të shpëton për çdo lloj sprove. Wa biha yudraku ahsanul awaqib, dhe me frikën ndaj Zotit njeriu arrin përfundimet e mira të kësaj bote, pra vdekjen e mirë. Qaran Allahu bi khairil awaqib umurana, Allahu na mundsof që të kemi një mbyllje të mirë të jetës. Wa wafaqana li mardatihi, e na mundsof që punojmë gjatë gjithë jetës në kënaqësinë e tij. Innahu samiun qarib, ai është dëgjuesi i lutjeve tona dhe ai është afër nesh. I'lam an abwab al-qada la yudrikuha illa alimun, thot çështjet e gjykatës dhe gjykimit nuk i din, thot, vetëm sa që është i thelluar në dije. النحرير الذي وقف على أصول العلم بالكتاب والسنة وأقاويل الصحابة, ai i cili është i thelluar në dijet e Kur'anit dhe të Sunetit dhe fjalëve të sahabëve ose komentimit të sahabëve. Wa kana lahu basarun wa ra'yun nafad, dhe ka, si më thënë, dhe kam prehtësi në gjykim. Fa idha ashkala alayka shay'un min dhalika farhal ila al-kitabi was-sunna wal-ijma'. E nëse ke diçka të paqartë, ktheu te Kur'ani, ktheu tek Suneti dhe ktheu tek ijma'i. Ijma'i çfarë është? Unanimiteti. Pra nëse ka unanimitet, pra si më thon dietarët kanë rënë dakord për një çështje, pra përmbaj asaj. Fa in wajadta dhalika zahiran fa'mal bihi wa illa farudhu ila an-nadha'ir. Nëse gjen argument në një nga këto, pra Kur'ani, Suneti ose unanimiteti, ijma'i, rri aty. E nëse nuk gjen këtë çështje që ka ramu trajtu as në Kur'an, as në Sunet, as në ijma, thot farudhu ila an-nadha'ir. Atëherë krahasoje me të ngjashmet. Wastashhid alayha bil usul, dhe argumentohu me të me argumentat e bazës, domethënë përdor qiyasin. Qiyasi çfarë është? Domethënë ti të bësh analogji për diçka që është e re, e papërmendur, të gjesh arsyeën e saj në Kur'an dhe në Sunet. Për shembull, të bësh haram, për shembull, le të themi birrën me alkol. Përsa e bën haram? Në Kur'an përmendet vetëm vera. Cila është arsyeja që Zoti ka ndaluar verën? Ti tani, si njeri i dijes, kërkon tek arsyeja. A e ka ndaluar Zoti verën për shkak të ngjyrës? Shëndron. E ka ndaluar se është e longët? Shëndron. E ka ndaluar se është e aftë? Shëndron. E ka ndaluar se të djeg fytin kur e pin? Shëndron. E ka ndaluar se të merr mendjen? Shëndron.
Atë kjo lloj arsye, kudo që të gjendet, bëhet haram për shkak të asaj që përmend në Kur'an dhe në Sunet. Këtë po i thot pra nxënësit vet. وشاور أهل المعرفة والبصيرة فإن فيهم من يدرك ما لا تدرك أنت. Nëse nuk arrin, bësh analogji dhe krahasim, thot pyet ata që kanë dituri, sa ata mund të kenë precizinë, të kuptojnë gjëra që ti si ka arrit dot. فإذا جلس إليك الخصمان للحكومة فسوي بين القوي والضعيف. Nëse ulën dy si më thon, dy palë para teje, uli njësoj. Uli njësoj të fortin dhe të dobtin. Sharif ul wadhi'. Edhe atë që është, si më thënë, fisnik, po atë që është një i thjesht. E kur të ulen të këti në mezhlisin e kadas, dëgjoj të dy me vëmendje dhe mos jip rëndësi asnjërit prej tyre që mos të mendoj apo mos të lakmoj ai që është shtresë e lartë tek ti diçka apo i forti tek ti diçka. Pra trajtoj njësoj. Siç dëgjon këtë dëgjon dhe këtë, siç pyet dhe këtë, pra ji i barabartë, ji i drejtë. Nëse ulen dy kundërshtarët përpallë teje, lëri të qetë derisa të ulen dhe të marrin vendin e tyre dhe t'ju iki turpi i uljes. Ka njerëz që vjen për herë parë në gjykatën. Si më nodhi më shkova në gjyq. Sa ulen për shef tem. Kur sa të çohuni, kështu. Kur fillon pyetjet pastaj. Era parë që mesha pjesë, s'kishe bërë ndonjëherë. Si edhe kur të meshën pyetjet do të çoshën kom. Nëse mësum diçka të re. Foli ju thot me butësi, kuptoj fjalët e tyre, kuptoj argumentat e tyre, pyeti sërish dhe sigurohu, mos u ngut dhe mos i ngut që të thonë çfarë duan deri në fund. E nëse flasin për gjëra jashtë temës, ke të drejtë t'i ndalojsh. ولا تقضي عند الضجر والغضب والحزن ولا تقضي حاقنا ولا جائعا ولا خائفا. Mos gjyko kur t'jesh i nxehur ose kur t'jesh i mërzitur. As kur ke nevojë me shku në banjo, as kur je i etur apo i uritur dhe as kur je i friksuar. Pse se të gjitha këto ndikojnë në qetësinë e mendimit. Wala taqdi wa anta mashghulul bal. Mos gjyko kur ti je i angazhuar, pra nuk je i qetë mendërisht, nuk ke qetësi. Wala ta'jal bi fasl al-qada'i bayna al-qurubati wa zidhum majalis la'allahum yastalihun. Mos u ngut të bësh gjykim, sidomos kur janë çështje brenda gjakut, lëri ata të ulen me njëri tjetrin, se ndoshta mund të arrin në marrëveshje. O in kunte fe in kana o illa qadayta bainahum. Nëse ata nuk arrin në një marrëveshje, atëherë bëj gjykim mes tyre. Wala taqdi ala ahadin hatta yatabayyana laka alwujuh. Mos e ndaj gjykimin për dikë derisa ti kesh mbaruar të gjitha, si më thënë, interpretimet, të gjitha rrugët, ti kesh ezauruar të gjitha provat, si më thënë.
të cilat e ngarkojnë atë me gabimin e bërë, si më thonë. Wala tulaqqin ash-shahid, mos ja dikto dëshmitarit dëshmin. Wala tushir fi majlisik, as mos bë me shenja kur je duke gjykuar. Wala tumi ila ahadin, as me sinjale, pra as me shenja me dur me lëvizje, pas me sinjale. Si me thonë, me bë me shenja, aty je, tamam, më shoj, lërë tjetër të shprehet, ai tjetër të shprehet, ti gjykon bazë të argumentave. Wala takilanna ila qarabatika shay'an min al-umur, dhe mos ngarko njerëzit e gjakut me punë. Si quhet kjo në gjuhën moderne? Nepotizëm. Si nga tro gjanat. Dhe mos i përgjigj asnjërit kur të fton, sepse do të akuzohesh. Dhe mos bëj muhabete koti kur je në sallën e gjyqit. Po i thot gjykatësit. Se më thonë gjykatësit do të jetë kujdesshëm, nuk shkon tek çdo njeri që e fton. Pse? Ai që të fton, nesër pas nesër mund, si më thonë, ta përdori apo të përdorë dhe kështu më radhë. Wa athir taqwallahi ala ma siwa, yakfika amr dunyaka wa akhiratik wa yarzuquka as-salama. Jipi përparësi frikës ndaj Zotit, ndaj frikës së çdo kujt tjetër, se kështu Zoti do të mjaftojë për të gjitha çështjet e kësaj bote dhe të botës tjetër dhe do të japi selamet, do të jesh rehat, si më thonë. Këto janë, le të themi, që kam gjetë nga letrat e Ebu Hanifas, rahimahullahu taala, ndoshta mund të ketë dhe të tjera, por osi, po këto që është që kam arrit t'i mbledh. Profesorët e Ebu Hanifas kanë qenë Ata ibn Abi Rabah, Sha'biu, Gjelebe ibn Suhejm, Adi ibn Thabit, Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj, Amr ibn Dinar, Nafi' Maula ibn Omar. Nafi' është shërbetori i Ibn Omerit. Qatadia, Qais ibn Muslim, Al-Qasim ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Dinar, Abdulaziz ibn Ruwayfi', Atiya al-Aufi, Hamad ibn Abi Sulejman. Dhe nga Hamadi ka marrë dijen e fikut. O Abdul Malik ibn Umair, o Abu Ja'far al-Baqir, o Ibn Shihab al-Zuhri, o Muhammad ibn al-Munkadir, o Abu Ishaq al-Sabi'i, o Mansur ibn al-Mu'tamir, o Muslim al-Batin, e të tjerë. Gjitha këto e ka përmend Imam Dhahabiu në librin e tij Sir A'lam an-Nubala. Ndërsa ndër më të shquarit, ndër nxënësit e tij, Abdurrazak ibn Hammam, që është profesori i Ahmed ibn Hanbelit, Hamad ibn Abi Hanife, fëmia i vet, Zufair ibn Hudhail at-Tamimi, Muhammad ibn al-Hasan al-Shibani, Waqi' ibn al-Jarrah, që është edhe profesori i Shafiut, Al-Qadi Abu Yusuf, pra Abu Yusufi e të tjerë. Abu Yusufi thot, Abu Hanifja thot, nuk kam falë thot në një namaz në jetën time, qysh nga koha që ka vdek Hamadi, vetëm se i kam kërkuar falje Zotit për të bashkë me prindërit e mi. Dhe i kërkoj falje Zotit për çdo kënd që kam mësuar prej tij ndonjë dije, ose kujt i kam dhënë dije. Tregon vetë Abu Hanifja, rahimahullahu ta'ala, siç përmend në librin Tarikh al-Baghdad, thot,
pash një ëndër thot që më trembi shumë. Pash në ëndër sikur po gërmoja varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhën pas sikur po gërmojte me dur varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhën në Basra thot pyeta, më thanë shko pyet Muhammed ibn Sirinin. Shkova dhe e pyeta thot. Më fal. Urdhërova dikë që të shkoj të pyesi Muhammed ibn Sirinin për këtë ëndër. E kishte pyet ky dikushi sepse ky o trem. Ëndër e frikshme, të gërmu me dur varrin e pejgamberit alayhis salam. S'ka shku vetë me e pyet thot po çova dikë që ta pyesi Muhammed ibn Sirinin. E pyeti thot dhe i tha Muhammed ibn Sirini, hadha rajulun yanbushu akhbar an-nabi sallallahu alaihi wasallam. I tha, ka thënë Muhammed ibn Sirin, ky është një burr që do të gërmoj dhe do të mbledhë lajmet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mubarak u thot, i thash Sufjan e Thaurit, o Ebu Abdullah, si ka mundësi thot që Ebu Hanifja s'flet për kënd? Nuk kam përmend thot që t'i bëj gibet ndonjë kundërshtarit të tij, kurr. Më tha thot Sufjani, huwa wallahi anqal min an yusallita ala hasanatihi ma yudhibu biha. Po ka qenë i mençëm dhe i zgjuar thot, në mënyrë që mos t'i lej të mirat e tij në duart e tjerëve. Ka thënë Ali ibn Asim, si kur të peshohej arsyeja dhe logjika e Ebu Hanifes me gjysmën e banorëve të tokës, do të peshonte më shumë arsyeja dhe logjika e Ebu Hanifes. Ka thënë Yahya ibn Ma'in konsiderohet si më thënë një nga dietarët më të mëdhenj të shkencës hadithit për si më thënë vlerësim ose zhvlerësim. Pra për kujt merret hadithi, ky merret s'merret. Ka thënë thot për Ebu Hanifen, kana Ebu Hanifete thiqatan. Ebu Hanife ka qenë njëri i drejtë dhe i besueshëm. La yuhaddithu bil hadithi illa bima yahfadhuhu. Nuk tregonte hadithet vetëm sa ato që kishte mësuar përmendesh. Wala yuhaddithu bima la yahfadh. Nuk fliste për hadithet me si më thonë me kuptim. Ne për shembull kur flasim për hadithet, flasim shumë herë me kuptim, pra nuk e dim tekstin, tamam po e dim që lejohet kjo gjëja, kurse Ebu Hanife thotë se ka pas bërë këtë punë kurrë. Ka thënë Mekki ibn Ibrahim. A e dini kush është ky Mekki ibn Ibrahim? Ky është një nga profesorët e Buhariut. Thotë Jalestu al-Kufiyina fama ra'aytu arwa'a min Abi Hanifa. Kam ndejtur pothuajse me të gjithë kufiyin, pra banorët e Kufës, po nuk kam parë thot njëri më të devotshëm se sa Ebu Hanifa. Hamadi, nxënësi i tij, shif i ka vu nxënësit emrin e profesorit. Profesori i tij ka pas emrin Hamad. Fëmijës vetë i ka vu emrin Hamad. Hamadi i biri e Ebu Hanifës thot kur ndroi jetë, thot baba, i tham thot Hasan ibn al-Ammar thot që të ishte ai që do të lante trupin e tij. Dhe me të vërtet ai u mor me përgatitjen e larjes së trupit të Ebu Hanifës. Kur mbaroi thot larjen e tij tha rahimakallahu ta'ala wa ghafara lak. Allahu të mëshiroft dhe Allahu të falt. Lem tuftir mundu 30 sene. Ke 30 vjet që agjeron. Walem të të waset bi yeminike bil lejl mundu 40 sene. Dhe se ven jestiku nën kokë prej 40 vitesh. Wa qad at'abta min ba'dak, i ke lodh ata që do të vinë mbas teje. Wa faddahta al-qurra, dhe i ke nxjerr jashtë loje lexuesit. Ka ndruar jetë Ebu Hanife rahimahullahu taala në vitin 150 të Hijrëtit, siç kemi përmend, në moshën 70
vjeçare. I është fal xhenazja 6 herë. E ka përmend këtë Ibn Kathiri në librin e tij El Bidaya wan Nihaya. Ka thënë për të Ahmed ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala: huwa min al-ilmi wal-war'i waz-zuhdi wa ithari ad-dar al-akhirah bimahal. Thot në dije, në devotshmëri, në asketizëm dhe dhënjes përparësi të ahiretit në një vend tepër të veçantë. ولقد ضرب بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر المنصور فلم يفعل فرحمة الله عليه. Është goditur me kamzhik për të bërë gjykatës në kohën e Abu Ja'far Mansurit dhe nuk pranoi, Zoti e mëshiroft. Abu Daud as-Sijistani është autori i Sunan Abi Daud. Thot nga Ibn Abdul Barri: rahimallahu Malikan kana imaman, rahimallahu Shafi'iyan kana imaman, rahimallahu Aba Hanifata kana imaman. Allahu mëshiroft Malikun se ishte një imam, Allahu mëshiroft Shafiun se ishte një imam, Allahu mëshiroft Abu Hanifën se ishte një imam, pra një imam i madh. Ibn Abdul Barri thot për të: kana fil fiqh imaman, në fiqh ka qenë udhëheqës, u husn ar-ra'yi wal qiyas, dhe ka qenë i dalluar në arsyetim dhe në analogji. Latif al-istikhraj, shumë i imët në mënyrë se si jep të gjykimet. Jayyid al-dhihn, mendjen prehtë. Hadir al-fahm, i kap të gjërat në moment. Dhakiyan wari'an aqila, ka qenë i zgjuar, ka qenë i devotshëm dhe ka qenë i mençur. Ka thënë Ebul Hajjaj al-Mizzi, pse kam përmend këtë ndër të tjerët, sepse ky është, si më thënë, ati i enciklopedisë së vlerësimit dhe zhvlerësimit. Pra është libri i tij el-Muzzi ky, ose el-Mizzi, është libri më i rëndësishëm që flet për transmetuesit dhe lidhjet e tyre me njëri tjetrin. Ka thënë për Abu Hanifën: faqihu al-Iraqi, si më thënë, njeriu më i ditur në fiqh i Irakut, wa imamu ashabi ar-ra'i, dhe udhëheqësi i shkollës së logjikës dhe arsyes. Ka thënë për të Imam Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala: inna Aba Hanifata wa in kana an-nasu khalafuhu fi ashya wa ankaru alayhi fala yastaribbu ahadun fi fiqhihi wa fahmihi wa ilmihi. E në raport me Abu Hanifën, edhe nëse ka pas njerëz që e kundërshtonin apo nuk dakordonin me të, nuk dyshon njeri në fiqhun e tij, në kuptimin e tij dhe në dijen e tij. Ndërsa nxënësi Ibn Taymiyes, Imam Dhahabiu, thot: kana imaman wari'an aliman muta'abbidan kabira sha'ni la yaqbalu jawaiz sultan. Ishte imam i devotshëm, dietar, adhurues, me një pozitë shumë të lartë, nuk pranonte dhuratat e pushtetarëve. Librat e tij më të rëndësishëm që ka lënë ai vetë, librat që i dedikohen Abu Hanifës janë Al-Fiqh al-Akbar, dhe ky ka 2 transmetime. Ky që do të marrim ne, që është transmetuar nga djali i tij, nga Hamadi, dhe është një libër tjetër, pra Fiqh al-Akbar, po një transmetim tjetër, po që njihet me Fiqhul Awsat ose al-Absat. Libri tjetër është Al-Alim wal-Muta'allim. Libri tjetër është Letra e Abu Hanifës drejtuar Uthman el-Bettit. Libri tjetër ose libri tjetër Amanetet
ose wasijetet e Ebu Hanifes. Si e ka ndërtuar Imam Ebu Hanifja, ose argumentimi i Ebu Hanifes, pra cilat ishin argumentimet e Ebu Hanifes, si e ka ndërtuar fikhun Ebu Hanifja, rahimahullahu ta'ala. Ai, do të thonë, duke u kthy tek fjalët e tij gjithmonë, Kurani ishte burimi i parë i argumentimit. 2. Suneti, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se më thon ka pas kushte shumë të vështira në pranimin e hadithit, duke qenë se koha ka qenë kohë fitnesh, më thon ka qenë shumë i rreptë në mënyrë se si kujt ja pranonte hadithin ose jo. Ixhmai sahabëve. Pra, nëse sahabët kishin rënë dakord për diçka, Ebu Hanifja këtë nuk e diskutonte. Qiyasi, analogjia, el-istihsan është analogji e paqartë. Analogji e paqartë për atë që e shen pa mjetashme, se kush është në shkencën e fikut e ka të qartë. El-urfu o al-ada, tradita dhe zakoni, pra merret konsiderat në interpretimin e fesë, o shar'u min qablena, dhe legjislacionet e profetëve të mëhershëm. Pra nëse vërtetohet se këtë gjë e ka pas njëri prej pejgamberëve, atëherë Ebu Hanifja konsideronte burim. Normalisht dhe ky është mendimi më i saktë. Nga është marrë kjo për Ebu Hanifën, nga fjalët e tij, vetë Ebu Hanifja rahimahullahu ta'ala ka thënë, se më thonë që për çdo gjë shohim librin, Kur'anin. Nëse nuk e gjejmë Kur'an, e kërkojmë Sunet. Nëse nuk e gjejmë Sunet, shohim fjalët e sahabëve. Pastaj tha, nëse të gjithë sahabët kanë rënë dakord, është argument. Pra me kuptimin se diskutojmë. Nëse sahabët për diçka nuk kanë rënë dakord, ne shohim se kush mendim brenda tyre është më afër Kur'anit ose Sunetit dhe nuk dalin me një mendim të ri. Shumë interesante kjo. Pra nëse gjithë sahabët kanë rënë dakord për një çështje, është argument. Nëse sahabët për një çështje nuk kanë rënë dakord, pra kanë mendime të ndryshme, ne përzgjedhim nga fjalët e sahabëve kush është më afër Kur'anit dhe Sunetit, mbas të asaj dije që kemi ne me Kur'anin dhe Sunetin. Dhe nuk shpikim mendim të ri. Pra nëse sahabët për këtë çështje kanë pas 3 mendime, ne nuk vëmë me një mendim të katërt. Nëse sahabët për këtë çështje kanë pas 2 mendime, ne nuk dalim me mendim të tretë. Pra e konsiderojmë numrin e mendimeve si ixhma që nuk bën më shtu mendim tjetër. Dhe këtë e ka pas Ebu Hanifja. Pastaj thot, nëse vjen puna dhe përmend emrat e tabiinëve, hum rijalun wa nahnu rijal. Ata kanë qenë burra e ne jena burra. Pra me kuptimin shohim edhe ecim. Me shpresën e Zotit madh, pra kjo ishte si një, le të themi, si një hyrje mbi jetën e Ebu Hanifes, mbi këshillat e tij, mbi porositë e tij, çfarë është thonë për të. Edhe, si më thon, njerëzit në raport me Ebu Hanifën kanë mbajtur 2 qëndrime, ata të cilët, domethënë, e kanë dashur shumë dhe ata të cilët se kanë dashur. E kanë tepruar në dashurinë ndaj tij, edhe ata të cilët nuk e kanë dashur. Siç ka ndodhur me Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Janë shkatruar, tha, në Aliun 2 grupe njerëzish, ata që e tepruan në dashurinë për të dhe ata të cilët e urryen. Edhe në Ebu Hanifën rahimahullahu ta'ala janë shkatruar 2 kategori njerëzish. Ata të cilët e tepruan dhe ata të cilët e zhvlerësuan. Dhe më saktë është, e duam atë si një për shtyllave dhe kollozëve më të mëdhenj që ka parë historia e Islamit,
i cili ka merituar emrin El Imamul A'zam, hoxha i madh, dietari i madh, imami i madh, rahimahullahu taala, dhe normalisht nuk ka njëri në këtë botë pagabushëm. Nuk ka njëri në këtë botë të pagabushëm, kështu që nëse ne pranojmë që sahabët mund gabojnë, nuk mund të ushti për dikën tjetër mbas sahabëve që fjala e tij është e panegociueshme. Nuk ka njëri mbi sipërfaqen e tokës mbas profetit alayhis salatu selam që fjala e tij të jetë e panegociueshme. Çdo lloj fjale apo fjalimi, si më thënë, vendimi apo gjykimi është i negociueshëm, pra me kuptimin shihet. Përveç se nëse ka për të ixhma, pra nëse ka unanimitet, është çështje tjetër. Përndryshe, s'ka të pagabushëm, nuk ka pagabushëm. Zoti nuk ka ruajtur askënd nga gabimet. Inshallah taala, me shpresën e Zotit, ne së bashku do të lexojmë librin Fiqhul Akbar të Ebu Hanifes. Fiqhul Akbar, fiqhu i madh. Po pse ka fiqh të vogël, po. Fiqhu i vogël i kanë paston librit mbi adhurimet, mbi rregullat, mbi ligjet. Ndërsa Fiqhul Akbar i kanë paston akides. Pra ne me shpresën e Zotit do të lexojmë një libër të Ebu Hanifes në akide, në besim. Pra është nga librat më të hershëm të shkruar në besim. Dhe Ebu Hanifa është prej selefëve, pra është prej të parëve tanë. Dhe më së miri që mund të merret akidja dhe besimi është nga të parët tanë, dhe ndër këta Ebu Hanifa rahimahullahu taala. Për këtë arsye kemi menduar që t'i kushtojmë rëndësi këtij libri, inshallah taala. Ka komentar të ndryshëm mbi këtë libër, por ne inshallah taala do të mundohemi që t'i përmbledhim komentarët e këtij libri dhe të dalim, si më thënë, me ajkën e komentimit mbi Ebu Hanifën rahimahullahu taala, ose mbi këtë libër të Ebu Hanifes. Allahu e mëshiroft dhe na bashkoft me të në xhenetet e tij më të mira. Mirë, inshallah mjaftohemi me kaq. Kjo ka qenë ndoshta një parathënie pak e lodhshme, por mendoj që ja ka vlejt për të ditë se me kë kemi të bëjmë dhe pse librin e tij po e marrim referencë në doktrinë, në besim.